Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Dhe dua ta nis pikërisht me zonjën Ceno. Ka nisur apo është ende herët për sezonin turistik? Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Sezoni turistik tashmë mund të themi që ka nisur, që është prej ditëve të para të prillit. Tashmë dihet që pas Pashkëve qyteti i Vlorës gjallërohet, rrugët gjallërohen, plazhet gjallërohen. Ne si biznese duhet të konsiderojmë faktin që tashmë nuk mund të konsiderojmë turizmin detar vetëm 2 muaj apo 3 muaj siç ndodhte 3-4 vite më parë, por fakti që plazhet janë gjallëruar me turizm vendas apo të huaj, duhet të na bëjë të reflektojmë që dhe strukturat tona dhe plazhet i organizojmë në mënyrë të tillë që të presin sa më shumë turistë. Dua të them që Vlora në fakt është një qytet që njësitë akomoduese dhe njësitë turistike janë të hapura përgjithsisht, gati 78% janë të hapura gjatë gjithë vitit dhe ne presim turistët gjatë gjithë vitit, por për fat të keq kjo gjë nuk ndodh ende në jug, të cilët e shikojnë akoma turizmin në mënyrë në një periudhë akoma më të shkurtër, duke filluar prej muajit qershor dhe deri në muajin shtator. Pra duhet të zgjohemi të themi dhe të ofrojmë turistëve atë që ata kërkojnë, pra gjithashtu dhe shërbimin në plazh. Edhe si paraqiten rezervimet për këtë sezon të paktën? Ose të paktën deri tani? Rezervimet mund të them që për sa i përket hoteleve të mëdha të cilat punojnë me grupe të organizuara turistike të programuara qysh më herët, 1 vit apo 2 vite më parë, tashmë sezoni veror, muajt e kulmit janë të okupuar të paktën mbi 50%. Rezervimet paraqiten si gjithmonë akoma më mirë dhe se vitet e kaluara, mund të themi që kemi një rritje diku te 10%, po flas për hotele me kapacitet më të madh në Vlorë, dhe kjo është një lajm shumë i mirë dhe ishte në fakt diçka e pritshme, sepse ato rezervime duken që prej muajit shtator, tetor, nëntor të vitit të kaluar, pra kemi pasur një rritje të mirë të themi edhe këtë vit. Çfarë bën ndoshta Shqipërinë për të pasur këtë lloj rritje me gati 10% nga viti në vit nëse i referohemi edhe viteve të mëparshme? Çmimet, kushtet? Destinacioni i Shqipërisë është gjithmonë në rritje, pra kjo është shkak e është një normalitet, është një rritje organike e tregut turistik. Duhet të konsiderojmë gjithashtu faktin që marketingu për Shqipërinë vazhdon ende të bëhet shumë mirë. Bizneset së bashku me Ministrinë e Turizmit kanë marrë pjesë në përpanajre ndërkombëtare dhe kjo patjetër çon në rritje të flukseve turistike dhe në rritjen e rezervimeve, në lidhjen e kontratave të reja, gjithashtu dhe me tregje të ndryshme që çdo vit rriten akoma më shumë. Për shembull, këtë vit mund të konsiderojmë tregjet e Kanadas, tregun e Japonisë, të cilët janë tregje të reja që më parë nuk i kemi pasur. Dhe ministri vetëm në mos gaboj